dalemi të studiojmë tjetën e parë të Tesalonikësve. Jemi sot te kapitulli 2. Është diçka interesante se çfarë po ndodh në tek Salonikës. Ishte interesante se në Salonik, nuk se kam shumë informacion nga qyteti Saloniku këtu. Të paktën në kohën e Palit, nëse keni dëgjuar atë rrugën e famshme e Gnatja, kalonte mes për mes Salonikut, edhe në Maqedoni edhe këtu në Shqipëri, edhe ishte goxha e njohur. Tani Saloniku ishte një qytet shumë i rëndësishëm për sa i përket kohës, edhe sot Saloniku është goxha i zhvilluar. Por në atë kohë ishte aq shumë i përzier edhe me njerëz, le të themi, kishte njerëz të ndryshëm, komsi të ndryshme, kishte besime të ndryshme. Kishte edhe besime që, kur themi besime, janë ata që idhujtarit që ata praktikonin, ose besimet e tyre që ata praktikonin, adhuronin zotra të ndryshme. Aty neve kemi parë filmin me Herkulin. Po, në Greqinë e lashtë konsiderohet si një zot dhe ata e adhuronin mbretin Apollos ose zotin Apollos. Shumë me radhë. Ndodh që vjen Pali edhe predikon fjalën Salonikësve në Thesalonikë. Dhe siç neve shikojmë nga letra, po të lexoni dhe kapitullin e parë, ju mund ta mbani aty se 13-14 vargje ka, edhe që të krijoni dhe një ide më të qartë. Mund ta lexoni dhe vetë ndërsa dëgjoni mësimin. Po të shikosh, Pali nuk ka ndonjë deri tani te këto 2 kapituj që neve po shikojmë, nuk ka ndonjë gjë specifike për besimtarët atje, që t'i udhëzoj ata që të ndryshonin, të heqin dorë nga X gjërash. Por gjatë kësaj kohe, duke patur parasysh që ishte një qytet i madh dhe kishte shumë komsira, kishte pra një lloj diversiteti me njerëzit, dhe kishte edhe gjithashtu edhe në besime. Kishte njerëz që, domethënë, besimeve të tjera që i kishin për përfitime personale, për hapjen e sektit të tyre, le të themi. Edhe nëse ata nuk kishin një numër të konsiderueshëm besimtarësh, ata humnin edhe ato përfitimet të mirat materiale. Ndërkohë që me Palin ishte komplet ndryshe. Edhe çfarë ndodhi, nëse neve do të shikojmë kapitullin 2, por ishin përhapur thashë theme, po që kishin marrë fuqi, kishin marrë, sepse këto thashë theme po i ndanin njerëzit që ja dëshironin të keqe. Pra ishin njerëz që kishin, si të thuash, autoritet të fjalës, pra i dëgjohej fjalë. Edhe një nga këto ishte që Pali kishte shkuar në Thesalonik duke predikuar fjalën për përfitime personale, duke predikuar fjalën, ai dëshironte që të kishte, të merrte lavdi për vete. Ai predikonte fjalën që kishte mira materiale, edhe nuk ishte, ai ishte një burr frikacak, dhe ai predikonte vetëm fjalë, pra çfarë njerëzit dëshironin të dëgjonin, pra nuk u fliste atyre për, domethënë, nëse shikonte ndonjë gjë që ishte gabim, ai nuk ja vinte në fakt, por i tregonte, i fliste, domethënë i bënte qefin që mos largohej nga, le të themi, nga grupimi. Ndërkohë që është e kundërta. Duke filluar nga vargu i parë te kapitulli 2, thotë se vetë ju vëllezër, thotë, ishit, e dini se hyrja jonë ndër ju nuk qeko
por mbasi vuajtëm, neve vuanim më parë dhe u keqtrajtuam siç e dini në Filipi përpara se të vinim këtu, morëm guximin në Perëndin ton të flasim ndër ju, u ngjillën e Perëndis me shumë betejë, me shumë luftë. Dhe çfarë po ndodhte në atë kohë? Pali kudo që shkonte, nëse juve keni pak njohuri për jetën e Palit, Pali kudo që shkonte e fuste veten në të lashë. Sepse ai predikonte të vërtetën. Dhe e vërteta të gjithë njerëzve nuk u pëlqente. Kur i thoshte njerëzve juve e keni gabim, juve po e bëni këtë për përfitime personale, ai arrestohej. Ata grupimet fetare në atë kohë kishin aq shumë ndikim edhe lidhje të forta edhe në qeverinë atëhershme, në Perëndorinë Romake, dhe bënte që shpesh herë Pali përfundonte në burg. Edhe juve e dini, edhe nga historitë e tjera, për shembull, unë mbaj mend që edhe në historinë kemi për ushtarin romak që ishte aq shumë i stërvitur sa ai mund të luftonte, mund të merrte përpara, domethënë që t'i rrihte, siç themi neve sot, që të luftonte deri në 10 veta. Aq shumë i përgatitur ishte. Për shembull, këtë e kam mësuar nga historia, pa patur, domethënë pa i hyrë nga ana biblike. Dhe ishin shumë të rreptë. Dhe kur merresh dikush që të rrihej, se Palin e rrahën shumë herë, një nga dënimet ishte që të zgërdhinin ndrën. Dhe çfarë ndodhi? Këta Palit po i thonin që ti e bën për përfitime personale. Ti e bën për kështu gjëra. Por e vërteta është kështu që duke patur këto lloj vuajtjesh parasysh, një njeri që të nisë vetëm për përfitime personale, nuk do e çonte nëpër mend të kalonte vuajtjesh të tilla për një lek. Apo, se do thoshte, më mirë shikoj gjëja gjatë tjetër, më me pak vujtje, më me pak dhimbje, sesa kaloj këto ekstremesh. Tani po përhapeshin fjalë të tilla. Nxitja jo vargu 3 thot, sepse nxitja jo nuk vjen prej mashtrimit, as prej papastërtisë, as prej drejtësisë. Nuk po vin këtu me fjalë mashtruese, me fjalë që t'ju bindin juve. Edhe po ta vini re sot, njerëzit kanë tendencën që të zgjedhin të dëgjojnë edhe të besojnë më shumë fjalët që janë të kënaqshme për veshin për të dëgjuar se sa të vërtetë. Është shumë për të çuditur. Njerëzit nuk i pëlqen që të dëgjojnë këto fjalë, por pëlqejnë që të dëgjojnë gjëra që nuk janë të vërtetë. Edhe çfarë bën kjo me fjalën e Perëndis, duke patur këtë parasysh, fjala e Perëndis nuk përçohet kollaj tek njerëzit. Por në kohën me Selanikasit, ata ishin shumë ishin besimtar shumë të fortë. Edhe Pali i përgëzonte ata. Unë thot, po të shikosh tek vargu 2 kapitullit parë, thot, ne për herë falenderojmë Perëndin për ju të gjithë, duke ju kujtuar në lutjet tonë për besimin tuaj. Dhe vargu 6, dhe ju u bët imituesit tanë dhe të Zotit duke pranuar fjalën me shtrëngim të madh. Edhe pse me vujtje me këto kërcënimet ata e pranuan me gëzimin e frymës së shenjtë, kaq sa u bët shembull për të gjithë besimtarët e Maqedonisë dhe Akajisë, sepse prej ju shihoi fjala e Perëndisë jo vetëm në Maqedoni dhe në Aki, por edhe në çdo vend u përhap besimi juaj te Perëndia. Kaq shumë ata me zell e kishin. Por do kthehemi tani tek vargu 4 i kapitullit 2. Por duke qenë se u miratuam prej Perëndisë që të na besohet ungjilli, kështu ne flasim jo thot që të pëlqejmë njerëzve, por Perëndisë që provon zemrat tonë. Ne nuk predikojmë fjalë
që të kënaqet veshët tua. Po ne kemi predikuar të vërtetën. Edhe e vërteta është fjala e Perëndisë. Dhe njerëzit atëherë, nëse ju ka rastisur që të lexoni nga letrat e Palit, Pali kurse si nuk ka stil që të bëj qefi, të ve në pa të vërteta të mirat që ti ke si person ose si kish, por në asnjë moment nuk ta bën qefin. Pali flet të vërtetën drejt për drejt. Edhe në asnjë moment nuk niset për mashtruar. Sepse nuk kemi përdorur kurrë, sikur se e dini fjalë lajkatuese, vargu 5, që t'ju bëjmë shefin, sa të mirë, sa të bukur, sa të lezetshëm, ose sa besimtar që jeni. Jo. Dhe as nuk jemi nisur nga motive lakmie. Perëndia është dëshmitar. Njerëzit atë kohë e dëshironin këtë lloj populariteti që Pali kishte. Por Pali ishte ndryshe nga këta. Se më e bukura ishte që Pali predikonte fjalën, por punonte. Nuk e merrte si thua një rrogë ose një gjithçka, ndonjë pagesë ose ndonjë ndihmë nga ata. Për shembull, Bibla na thotë që nëse kisha është detyrë morale që të ndihmoj predikuesin me një rrogë. Por Pali nuk kishte, në asnjë moment nuk kërkoi për ta. Edhe në momentin që shkon në Selanik, kisha në Filipi, po të lexosh letrën e Filipianëve, Filipianët i dërgojnë, si themi, një rrogë ose një diçka, një pagë për ta ndihmuar për shpenzimet ose për ato udhëtimet e gjitha që Pali ndërmerrte. Por në Selanik ai nuk mori asnjë gjë. Edhe kur ata njerëzit i thoshin, ja, po ti po bën për udhëtime personale. Ja, Pali thotë, juve vetë jeni dëshmitar, thotë që neve kemi punuar ditë e natë për të mos ju bërë barri ju. Ata mblidheshin. Dhe është vërtet, më vonë kisha në Selanik i dërgon Palit. Por më vonë ama, kur ata e vendosin edhe e mendojnë që është se, do të thënë, kam besimi, lind nga zemra që edhe ndihmojnë Palit. Por çfarë mësojmë neve nga këto? Pali jep disa këshilla, edhe duke lexuar në letrën te ky kapitull edhe mësojmë që jo vetëm që Pali i predikoi fjalën atyre, por i dha mundësinë që ata ta kuptojnë dhe ta mësojnë vetë, të ushqehen vetë me fjalën e Perëndisë. E duke marrë këtë fjalën e Perëndisë në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, ti rritesh dhe forcohesh shpirt. Vargu 8. Kështu duke pasur një dashuri të madhe ndaj jush, na pëlqeu t'ju përçojmë jo vetëm ungjillin e Perëndisë, edhe vetë shpirtatan se na u bë të dashur. Pali krijoi një lloj marrëdhënie, miqësie, familje me kishën në Selanik, sa u lidhen shumë. Por në asnjë moment Pali nuk mori nga ata këtu. Pali në letrën e dytë të Salonikësve shkruan se kishte nga ata njerëz si besojnë, si Pali thoshte edhe nga mësimet tona që neve mësojmë, ose këshillat që marrim nga Bibla është Jezusi vetë thotë rrini zgjuar, lutuni gjithmonë. Sepse asnjë nga ne nuk e di kur do të jetë ardhja e dytë. Edhe disa mendonin këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme që shiko, Zoti do vi, edhe do mbyllet ky kapitull. Por derisa do mbyllet ky kapitull, po çfarë punojmë kot? Kaq është. Edhe Pali thotë, këta lloj njerëz janë parazit. Shkruan letrën e dytë dhe shikosh aty, shkruan qartë, edhe pastër edhe thotë, ai që nuk punon, ai nuk ha. Qëse ti ka me duar edhe ke fërqin për të punuar, si atëherë ti duhet të punosh. Vargu 10. Ju jeni dëshmitar edhe Perëndia, si jemi sjellë të shenjtë, të drejtë dhe pa tëmet me ju që
besoni, siç e dini si kundër këshilluam dhe ju përgjuam secilit prej jush, si bën një atë me bijtë e vet, që të ecni denjësisht ndaj Perëndisë që ju përreth në mbretërinë dhe lavdinë e tij. Prandaj edhe ne falenderojmë pa pushim Perëndisë, se kur e morët fjalën e Perëndisë e dëgjuat nga ne e pritët jo si fjalë njerëzish, por sikurse është me të vërtetë si fjalë Perëndie që edhe vepron në ju që beson. Këtë lloj besimi kishin besimtarët, le të themi vëllezërit dhe motrat në Krisht në Selanik. Dhe një nga dëshirat që Perëndia ka për ne edhe i cakton gjithë secilit prej nesh të lloj detyre është që jo vetëm neve ta besojmë fjalën e Perëndisë për ta vendosur, ta jetojmë ata me gëzim, edhe të lejojmë që fjala e Perëndisë të veprojë tek. Pani në fund të mbyll të letër duke thënë, cila pra është shpresa jon, a gëzimi akurora a lavdis. A nuk jeni pikërisht ju përpara Zotit ton Jezu Krisht në ardhjen e tij? Një nga gëzimet më të mëdha është, nuk e di, qoftë për një drejtues kishe, për një prind ose për dikaj që drejton një lloj grupi fëmijësh ose dhe njerëzish. Nëse ka një lloj aspirate ose një lloj synimi në veten e tij, në mendjen e tij, në zemrën e tij, një nga gëzimet më të mëdha është kur të shikoj grupin, njerëzit që drejton të kenë sukses. Ndaj kur neve vim sot këtu, një nga kënaqësitë më të mëdha është për që neve të jemi pikërisht me këta, që të qëndrojmë në fjalën e Zotit, që të ushqejmë shpirtin ton me fjalën e Zotit. Ndaj dhe një nga këmbguljet dhe një nga lutjet e mia personale është pikërisht kjo, pra, që njerëzit të qëndrojnë edhe që juve të vazhdoni të qëndroni të fortë në besim. Nuk është e lehtë kur njerëzit largohen nga qyteti. Ashtu siç ju e dini që janë larguar shumë njerëz, shumë vëllezër e motra në Krisht edhe këtu. Ajo çfarë është më e dhimbshme është kur njerëzit largohen nga Zoti. Është procesi i jetës që na bën, ose është rrjedha e jetës që na detyron neve që të marrim drejtime të ndryshme, edhe të vendosemi diku tjetër të jetojmë. Por në asnjë moment neve nuk duhet të heqim dorë nga Zoti. Në asnjë moment nuk duhet të heqim dorë nga besimi ynë që kemi vendosur në fillim. Dhe kjo është lutja. Ky është përgjërimi im për gjithë ju. Madje edhe për një nga dëshirat e mia personale është edhe për fëmijët e mi, kudo që të shkojnë, një nga lutjet më përgjëruese dhe një nga më sfiduese është që ata të vazhdojnë të qëndrojnë në Zot. Sepse do vi një kohë që do vendosin vetë. Edhe do jetë akoma më e vështirë për ne. Por një gjë që nuk mund ma heqin dot është që unë të lutem. Edhe ju ju mund mos më pëlqeni ose nuk e di ose çfarë, mund edhe të zgjidhni që të largoheni. Por me sinqeritet ju them që gjithmonë lutem dhe vazhdoj të lutem që të qëndrojmë në Zotin. Është gjaja më e rëndësishme në botë, në jetë, për gjithë secilin prej nesh, përveç duke lënë në një anë këto egot, le të themi, personal. Zoti është më i madh, Zoti është më i rëndësishëm dhe Zoti është gjëja
që ja vlen mbi gjithçka në këtë jetë. Neve shpesh herë mendojmë nuk kemi kohë, kemi X gjërash për të rregulluar, për të dimë se çfarë. Jemi të gjithë dëshmitar të kjo, edhe se themi ne mund të përfshihemi dhe të bëhemi fajtor, secili prej nesh. Por ne duhet ta bëjmë Zotin prioritet të jetës. Ne gjithmonë mund të themi nuk kemi kohë, por kur është e rëndësishme për ne, neve gjejmë kohë. Kur nuk është e rëndësishme për ne, neve gjejmë një justifikim. Edhe ky është realiteti dhe kjo është një vërtet shumë e hidhur për gjithë secilin prej nesh. Ashtu si në këshilla e fundit që do them dhe do ta mbyllim mësimin, kur dy njerëz lidhen, ose që si themi neve fejohen, gjithmonë gjejnë kohë edhe si thua e planifikojnë atë planet e tyre ditore, oraret e tyre ditore me gjëra, dhen prioritet që të takojnë të dashurin, të dashur fejur. Por kur martohen, e ke gjithë kohës aty, a mëse këtu është, dhe dakojnë më vonë, edhe ikën ajo distanca. E njëjta gjë, po ta analizosh, është edhe me Perëndin, kur ti nis udhtimin tënd të besimit, ti gjithmonë bën kohë për të patur, për të me fjalën e Zotit, për të marrë pjesë në adhurim, për të përfshirë e shumë gjëra të tjera. Por kur ti e pranon atë, pakzohesh edhe shpesh herë mund t'i themi dhe vetes tonë që unë i di këtë gjë. Ka ndodhur që shumë njerëz kur kanë dëgjuar predikimet nga X, për shembull nga letra e Tesalonikësve që ne mund ta keni dëgjuar edhe thonë, po ne këtë dim. Po gjithmonë ka gjëra të reja që janë të mira për ne në fjalën e Zotit. Asnjëherë nuk i dim të gjithë. Edhe një nga këshillat që edhe mësues të ndryshëm bëjnë është sa herë që ti shkon tek një tekst, mos shko me paramendimin që ti i di, por nuk di. Lejoje tekstin që ti po lexon të mësoj ty, edhe në fund bëj analizën. Ne bëjmë të punën, bëjmë analizën fillim. Por lejo fjalën e Zotit që të veprojë tek ty. Hape mendjen, zemrën tënde. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush, dhe Zoti ju bekoft.